Enes ibn Malik ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na fali namazin e sabahut dhe pasi mbaroi namazin, u kthye nga ne me fytyrën e tij fisnike dhe tha: O ju njerëz, kush nuk e gjen diellin, le të kapet pas hënës, kush nuk e gjen hënën, le të kapet pas yllit të mëngjesit, dhe kush nuk e gjen yllin e mëngjesit, le të kapet pas dy yjeve të ndritshëm. Ati i thanë: O i dërguari i Allahut, çfarë janë dielli, hëna, ylli i mëngjesit dhe dy yjet e ndritshëm? Profeti u tha: Unë jam dielli, Aliu është hëna, Fatimeja është ylli i mëngjesit, ndërsa Hasani dhe Hyseini janë dy yjet e ndritshëm. Dhe libri i Allahut nuk do të ndahet prej tyre derisa të vinë tek unë, tek burimi i Kautherit.